Duke u kthyer më herët në shtëpi, një baba i zhytur në zi gjen kopshtin në heshtje, derisa sheh fëmijët e tij në këmbë për herë të parë. Para tyre, një kujdestare e re e ulur në gjunjë drejton çastin me fjalë të buta dhe besim të palëkundur. Që nga ai çast, diçka e padukshme thyet brenda tij, duke nisur një shërim që s'e kishte imagjinuar kurrë. Para se të fillojmë këtë histori, mos harroni të abonoheni në kanalin ton, të lini një pëlqim në video që është diçka shumë e rëndësishme për ne dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni këtë histori. Ardiani mbërrinte gjithmonë në shtëpi në orën 6:45 të mbrëmjes. Çdo ditë, pa përjashtim, si një orë që nuk gabon kurrë. Parkonte makinën në të njëjtin vend, përshëndeste portierin me një tundje të thatë koke dhe ngjiste 2 katet me shkallë deri në apartamentin që zinte katin e fundit të ndërtesës elegante në një nga zonat e reja të Tiranës. Por atë ditë marsi, me vapën që ende vazhdonte në fund të verës tiranase, diçka ndryshe e bëri të dilte më herët nga zyra. Ndoshta ishte telefonata që nuk arriti ta përfundonte, ose ndjesia e çuditshme që e shoqëroi që nga mëngjesi. Ardiani nuk dinte ta shpjegonte, por kishte një shqetësim në gjoks, sikur diçka e rëndësishme e priste në shtëpi. Në moshën 42 vjeçare, pas 3 vitesh i zhytur në një rutinë që e mbronte nga ndjenja e çdo gjëje përtej asaj që ishte e nevojshme për të punuar dhe mbijetuar, ai rrallë ndiqte impulse. Por ja ku ishte, në orën 4:45, 2 orë para zakonshmes, duke futur Chelsea në bravën e derës kryesore. Apartamenti ishte i heshtur. Nuk ishte një heshtje e zakonshme, nga ato që na bëjnë të pëshertim me lehtësim pas një dite të trazuar. Ishte një heshtje e rëndë, sikur e gjithë shtëpia po mbante frymën. Ardiani la çantën mbi komodinën e hyrjes dhe liroi kravatën, duke pritur të dëgjonte tingujt familjar që shënonin pasditet e tij. Zhurma e televizorit, ndoshta, ose zërat e mbytur që vinin nga dhoma e djemve. Por kishte vetëm zukatjen pothuajse të padëgjueshme të kondicionerit. Eci në përdhomën e ndenjes së gjerë, me divanet e saj prej lëkure të çelët dhe murin e veshur me libra që prej kohësh nuk i prekte. Portretet e familjes ende zinin disa qoshe, por Ardiani kishte mësuar t'i shmangte shikimet prej tyre si dikush që shmang një plag që ende nuk është shëruar plotësisht. Kaloi pranë kuzhinës, ku enet e drekës ishin larë dhe rregulluar, dhe vazhdoi drejt dhomave të gjumit. Dyert ishin të hapura, por nuk kishte njeri. Atëherë e dëgjoi. Një tingull i ulët, pothuajse i përshpëritur, që vinte nga drejtimi i kopshtit të brendshëm në pjesën e pasme të apartamentit. Ardiani ndaloi duke vënë veshin. Ishte një zë femëror, i butë, që thoshte fjalë që nuk arrinte t'i dallonte plotësisht. Kishte diçka në atë ton që e bëri të ecte ngadalë, pothuajse në majë të gishtave, deri te dera e xhamit që ndante dhomën e ndenjes nga kopshti i vogël i brendshëm. Ajo që pa e bëri të ndalonte në mes të lëvizjes, sikur koha të kishte ngrirë rreth tij. Aty, në kopshtin që Mirela e kishte krijuar me aq shumë dashuri vite më parë, ishin 2 djemt e tij. Besniku dhe Bledari, binjakët 9 vjeçar që 4 vjet më parë ishin diagnostikuar me një gjendje neurologjike që, sipas të gjithë specialistëve të konsultuar, do t'i pengonte përgjithmonë të ecnin pa ndihmë. Djemt që Ardiani i shihte çdo mëngjes të ulur në karrocat e tyre me rrota, të dorëzuar dhe të qetë, ishin në këmbë. Në këmbë. Këmbët u dridheshin, krahët i kishin të shtrirë për të gjetur ekuilibrin, fytyrat i kishin të skuqura nga sforcimi, por ishin në këmbë. Dhe përballë tyre, e gjunjëzuar në tokën e kopshtit, me krahët e hapur dhe një buzëqeshje që Ardiani nuk e shihte prej shumë kohësh në shtëpinë e tij, ishte Besa. Besa ishte 28 vjeçe dhe ishte punësuar vetëm 2 muaj më parë për të kujdesur për shtëpinë dhe për të ndihmuar me djemë. Ardiani mezi fliste me të përtej asaj që ishte e nevojshme, duke u kufizuar në përshëndetjet e mëngjesit dhe udhëzimet për rutinën e fëmijëve. E dinte se ajo ishte e përkushtuar, se djemt e pëlqenin, por kur nuk kishte dëshmuar diçka të tillë. Hajde, besnik, edhe një hap të vogël. Ti mundesh, shpirti im. Bledar, mbahu fort, mos ki frikë. Ju jeni më të fortë se sa e imagjinoni. Zëri i saj kishte një cilësi hipnotike, sikur mbarte një siguri që të gjithë të tjerët e kishin humbur prej kohësh. Ardiani pa besnikun të bënte një hap hezitues, pastaj një tjetër. Pa Bledarin të sforcoj, të binte në gjunjë, të ngrihej përsëri me ndihmën e saj dhe të provonte edhe një herë. Ai nuk e dinte se sa kohë kishte qëndruar aty, i palvizur, duke parë atë skenë që sfidonte gjithçka që besonte se ishte e mundur. Ishte besniku ai që e pa i pari.
Djali ndaloi në mes të lëvizjes dhe syt ju zgurdulluan. Babi. Përshpërima e besnikut bëri që Bledari dhe Besa të ktheheshin në të njëjtën kohë. Kopshti ra në heshtje të plotë. Ardiani ndjeu këmbët t'i rëndoheshin, zemrat i rrite me një shpejtësi që nuk i kishte ndodhur prej vitesh. Fëmijët dukej se prisnin një shpërthim, një reagim zemërimi apo shgënjimi. Besa u ngrit ngadalë duke pastruar duart në përparse dhe duke ulur shikimin. Nuk ndodhi ashtu. Ardiani hapi derën e xhamit dhe hyri në kopsht. U gjunjëzua në tokë, në lartësinë e fëmijëve dhe shtriu krahët. Besniku dhe Bledari u afruan duke u lëkundur, duke u mbështetur te njëri tjetri, derisa arritën te babai i tyre. Ai i përqafoi me një forcë që e kishte ruajtur prej shumë kohësh, duke ndjer aromën e flokëve të tyre, teksturën e vogël dhe të ngrohtë të trupave që luftonin për të qëndruar në këmbë. Ju po ecni, përshpëriti Ardiani, dhe zëri i doli më i ngjirur se sa priste. Donim të ta tregonim, babi, tha Bledari, me sytë që i shkëlqenin. Besa tha se mund të provonim. Ardiani e shikoi Besën, e cila vazhdonte të qëndronte disa hapa larg, me duart e ndërthurura para trupit. Kishte diçka në sytë e saj që ai nuk arrinte ta deshifronte plotësisht. Një përzierje vendosmërie dhe butësie që dukej se vinte nga një vend shumë i thellë. Si? Ishte gjithçka që Ardiani arriti të pyeste. Besa mori frym thellë para se të përgjigjej. Edhe motra ime konsideroi një rast i pashpresë, zoti Ardian. Mjekët thanë se ajo kur nuk do të arrinte të rehabilitohej pas aksidentit. Por ja doli. U deshën vite, shumë fizioterapi, shumë besim, por ja doli. Kur pash djemb, mu kujtua ajo. Mendova se ndoshta, vetëm ndoshta, edhe ata mund të provonin. Ardiani ndjeu diçka të lëvizte brenda gjoksit të tij, sikur një derë e mbyllur prej kohësh po hapej ngadalë. Të lutem, mos e largo, babi, kërkoi besniku, duke kapur fort krahun e babait. Ajo është e vetmja që nuk hoqi dorë kur nga ne. Kur, shtoi Bledari. Ardiani qëndroi aty në tokën e kopshtit, i rrethuar nga fëmijët e tij dhe prania e heshtur e Besës, duke u përpjekur të përpunonte atë që po ndodhte. Gjithçka që besonte për kufizimet, për pranimin, për dorëzimin, dukej se po shpërbëhej në atë moment. Kishte një forcë aty që ai nuk e kuptonte, por që e njihte si diçka të vërtetë dhe të fuqishme. Nuk do ta largoj, tha Ardiani, duke parë fillimisht fëmijët, pastaj Besën. Nuk do ta bëj. Atë natë, pasi djemtë darkuan dhe shkuan për të fjetur, Ardiani qëndroi në dhomën e ndenjes duke parë kopshtin. Besa kishte mbaruar punët e saj dhe po bëhej gati të largohej kur ai e thirri. Besa, a mund të vish këtu një moment? Ajo u afrua me të njëjtin kujdes që kishte vërejtur gjatë pasdites. Dua të më tregosh gjithçka. Për motrën tënde, për atë që po bën me djemtë, për mënyrën se si arrite deri këtu. Besa u ul në cep të divanit dhe filloi të tregonte. Foli për Lirën, motrën 5 vjet më të vogël që kishte pësuar një aksident me makinë në moshën 16 vjeçare dhe kishte mbetur me pasoja që mjekët i konsideruan të pakthyeshme. Foli për vitet e fizioterapisë, për nënën që punonte 2 turne për të paguar trajtimet, për vendosmërinë e saj për të mos pranuar që motra të mbetej e kufizuar përgjithmonë. U deshën 4 vjet, por Lira filloi të ecte përsëri. Jo në mënyrë perfekte, por filloi. Dhe ishte ajo që më tha se kur të shija njerëz të tjerë që kalonin të njëjtën situatë, duhet të shija mundësi, jo kufizim. Ardiani dëgjoi çdo fjalë me një vëmendje që prej kohësh nuk ja kishte kushtuar asgjëje. Kishte diçka në mënyrën se si fliste Besa, në bindjen e qetë me të cilën tregonte historinë, që e bënte të besonte se mrekullitë e vogla dhe të heshtura me të vërtetë mund të ndodhnin. Dhe fëmijët tuaj, zoti Ardian, ata kanë një forcë të jashtëzakonshme. Vetëm kishin nevojë për dikë që të besonte tek ata. Atë natë, Ardiani nuk arriti të flinte. Qëndroi duke parë tavanin, duke menduar për fëmijët, për Besën, për mënyrën se si gjithçka kishte ndryshuar në pak orë. Mendoi për Mirelën dhe se sa e lumtur do të ishte ajo duke i parë djemtë në këmbë. Mendoi se sa shumë ishte larguar nga gjithçka që kishte rëndësi, duke ndërtuar një rutinë të sigurt por të zbrazët, që e mbronte nga dhimbja por edhe nga gëzimi. Të nesërmen në mëngjes, Ardiani bëri diçka që nuk e kishte bërë prej 3 vitesh. Nuk shkoi në punë. Telefonoi zyrën, anuloi të gjitha mbledhjet dhe qëndroi në shtëpi. Kur Besa mbërriti, e gjeti në kuzhinë duke përgatitur mëngjesin e djemve.
Besniku dhe Bledari nuk e fshehen habin dhe gëzimin kur pan baban e tyre aty, ulur në tryez me ta, duke i pyetur për ëndrat e natës, për planet e ditës. Babi, do ta shikosh stërvitjen tonë sot? Pyeti Bledari me një shpresë të kujdesshme në zë. Do ta shikoj dhe do të marr pjesë, u përgjigj Ardiani. Dhe kështu filloi. Ardiani i ulur në tokën e kopshtit, duke mbajtur duart e fëmijëve, duke i ndihmuar të bënin hapa të vegjël dhe të vendosur. Besa udhëzonte lëvizjet, shpjegonte çdo ushtrim, çdo teknik, gjithmonë me atë durim të pafund që dukej se vinte nga ndonjë vend i shenjtë. Gjatë pushimeve, Ardiani vëzhgonte se si ajo fliste me djemë. Nuk ishte vetëm kujdes profesional. Ishte afeksion i vërtet, ishte besim në veprim, ishte dikush që besonte me të vërtet në potencialin e çdo përpjekjeje, të çdo progresi të vogël. E dini pse jam kaq e sigurt se do t'ja dilni? Pyeti Besa gjatë një prej pushimeve. Pse? Pyetën të dy në të njëjtën kohë. Sepse ju tashmë keni arritur më të vështirën. Ju nuk hoqët dorë nga përpjekja. Dhe kur dikush nuk heq dorë nga përpjekja, pjesa tjetër është vetëm çështje kohe dhe përkushtimi. Ardiani ndjeu diçka të ngrohej brenda gjoksit. Kishte shumë kohë që nuk dëgjonte fjalë që mbartnin kaq shumë shpresë. Kishte shumë kohë që nuk besonte në mundësi që nuk mund t'i kontrollonte apo parashikonte. Në atë ditë të parë në shtëpi, ai zbuloi gjëra për fëmijët e tij që i kishte humbur gjatë viteve të largimit emocional. Zbuloi se besniku adhuronte të vizatonte dhe kishte një imagjinat pjellore për të krijuar histori. Zbuloi se Bledari ishte kureshtar se si funksiononin gjërat dhe bënte pyetje komplekse për botën. Zbuloi se të dy ëndërronin të luanin futboll, të vraponin në plazh, të bënin gjëra të thjeshta që për ta dukeshin të pamundura. Më e rëndësishmja, zbuloi se u kishte munguar. Babi, do të rish në shtëpi edhe nesër? Pyeti besniku në kohën e gjumit. Ardiani e shikoi djalin, ata sy që ruanin një shpresë të kujdesshme, sikur kishin frikë të ëndërronin shumë lart. Do të ri në shtëpi çdo ditë që ju të keni nevojë për mua, u përgjigj Ardiani. Dhe në atë moment e kuptoi se diçka themelore kishte ndryshuar. Jo vetëm për djemt, jo vetëm për shkak të vendosmërisë së Besës, por brenda tij. Burri që ishte mbyllur ndaj jetës po fillonte ngadalë të hapej përsëri. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, Ardiani nuk ndjeu frikë nga ky transformim. Ndjeu lehtësim. Javët që pasuan sollën një transformim që Ardiani kur nuk do ta kishte imagjinuar. Shtëpia, e cila për kaq shumë kohë kishte qenë vetëm një vend kalimi, ku ai flinte dhe hante mëngjesin në heshtje para se të dilte me vrap për në punë, filloi të pulsonte me jetë përsëri. Ardiani ristrukturoi të gjithë agjendën e tij. Mbledhjet që më parë i konsumonin ditët urishpërndan, shumë u transferuan në videotelefonata që mund t'i bënte nga shtëpia, të tjera thjesht u anuluan sepse nuk ishin aq urgjente sa dukeshin. Ekipi i tij në zyrë u habit në fillim, por shpejt u përshtat me realitetin e ri të shefit që zbuloi se produktiviteti nuk nënkuptonte domosdoshmërisht të ishe fizikisht i pranishëm në të gjitha vendimet. Çdo mëngjes, Ardiani zgjohej një orë më herët për të përgatitur mëngjesin e djemve. Nuk ishte diçka që e bënte nga detyrimi, por nga një kënaqësi e vërtetë që e kishte rizbuluar. I pëlqente të shihte besnikun dhe Bledarin të zbrisnin në kuzhinë ende me pijame, me flokët e shpupuritur nga gjumi, duke treguar ëndrat e natës ose duke bërë plane për ditën. Progresi i djemve ishte i ngadaltë, por i vazhdueshëm. Besa kishte vendosur një rutinë të rrept ushtrimesh që zinte të gjitha mëngjeset. Ardiani merrte pjesë në gjithçka, duke mësuar teknikat, duke kuptuar objektivat e çdo lëvizjeje, duke festuar çdo arritje të vogël sikur të ishte një fitore monumentale. Besniku ishte i pari që arriti të ecte 10 hapa rresht pa u mbështetur në asgjë. Ardiani ishte në dhomën e ndenjes, në një videokonferencë me një klient të rëndësishëm, kur dëgjoi britmat e festimit që vinin nga kopshti. Kërkoi leje, la mbledhjen dhe vrapoi për të parë se çfarë po ndodhte. Gjeti besnikun në mes të kopshtit, në këmbë, me krahët e ngritur në shenjë fitoreje, ndërsa Bledari dhe Besa duartrokitnin të emocionuar. 10 hapa, babi. 10 hapa vetëm. Bërtiti besniku dhe Ardiani ndjeu sytë t'i mbusheshin me lodh. Bledari nuk vonoi të ndiqte shembullin e vëllait. 3 ditë më vonë, arriti të përshkonte të gjithë kopshtin duke ecur, ngadalë dhe i përqendruar, por pa asnjë mbështetje. Festimi ishte edhe më i madh, sepse Bledari ishte më i kujdesshëm nga të dy dhe ishte dashur më shumë kohë për t'u besuar këmbëve të veta.
Ardiani filloi ta vëzhgonte Besën me një vëmendje tjetër. Nuk ishte më vetëm punonjësja e përkushtuar që kujdesej mirë për fëmijët. Ishte gruaja që i kishte kthyer atij mundësinë për të besuar në mrekulli. Kishte diçka në mënyrën se si ajo lëvizte nëpër shtëpi, gjithmonë diskrete por e pranishme, gjithmonë e vëmendshme por kur ndërhyrëse, që e bënte të ndihej në paqe në një mënyrë që nuk e kishte provuar prej vitesh. Besa kishte një rutinë të saj që Ardiani filloi ta njihte përmendësh. Mbërrinte gjithmonë në 7 të mëngjesit me një buzëqeshje që ndriçonte të gjithë apartamentin. Sillte libra që u lexonte djemve gjatë pushimeve të ushtrimeve, histori aventurash dhe te kalimi që ata i dëgjonin me sytë që u shkëlqenin. Gatuante dreka të thjeshta por të shijshme, gjithmonë duke pyetur se çfarë u pëlqente më shumë, gjithmonë duke shpikur mënyra krijuese për t'i bërë të ushqeheshin mirë. Por Ardiani vuri re se kishte një melankoli të heshtur te Besa që ajo e mbante si një bagazh të padukshëm. Ndonjëherë, kur mendonte se askush nuk po e shikonte, buzëqeshja e saj zhdukej dhe ajo merrte një shprehje të largët, sikur po mendonte për diçka që e shqetësonte thellësisht. Ishte një pasdite të enjte kur Ardiani vendosi ta trajtonte çështjen. Djemt po dremisnin pas një mëngjesi intensiv ushtrimesh dhe Besa ishte në kuzhinë, duke rregulluar përbërësit për darkën. Besa, a mund të bëj një pyetje personale? Ajo ndaloi se përzjeri erzat dhe u kthye nga ai, me atë shprehje të kujdesshme që kishte gjithmonë kur nuk dinte se çfarë të priste. Sigurisht, zoti Ardian. Si janë nëna dhe motra jote? Fytyra e Besës u tkur lehtë, sikur pyetja të kishte prekur diçka të ndjeshme. Janë mirë, faleminderit që pyesni. Ardiani e kuptoi se përgjigjja ishte shumë e shpejtë, shumë formale, sikur ajo donte ta mbyllte çështjen para se ai të thellojë. Besa, kam vënë re se ndonjëherë shqetësohesh për diçka. Nëse ka diçka ku mund të ndihmoj. Ajo qëndroi në heshtje për një moment, duke luajtur nervozisht me përparsen. Është se nëna ime nuk është mirë me shëndet, zoti Ardian. Dhe trajtimi i lirës është i shtrenjtë. Unë kujdesem për gjithçka vetëm, kështu që ndonjëherë bëhem pak anktioze, por nuk është asgjë që komprometon punën time këtu. Ardiani ndjeu një shtrëngim në gjoks. Besa po transformonte jetën e familjes së tij, duke u dhënë shpresë dhe gëzim fëmijëve të tij, dhe ai as nuk e dinte se ajo mbante shqetësime kaq të rënda. Pse nuk ma the më parë? Sepse nuk doja që ju të mendonit se unë jam këtu nga nevoja, e dini? Unë me të vërtet kujdesem për Besnikun dhe Bledarin. Ata janë bërë të veçantë për mua. Ardiani qëndroi duke parë sinqeritetin e stampuar në fytyrën e saj, mënyrën se si fliste për fëmijët me një dashuri të vërtetë që shkonte shumë përtej çdo detyrimi profesional. Besa, doja të bëja një propozim. Ajo e shikoi me kurreshtje. Dua që ti t'u përkushtohesh ekskluzivisht djemve. Lëri punët e tjera të shtëpisë për dikë tjetër. Dua që fokusi yt të jetë vetëm në rehabilitimin e tyre. Dhe do të ta dyfishoj rrogën. Syt e Besës u zgurdulluan. Zoti Ardian, nuk di çfarë të them, thuaj që pranon. Besniku dhe Bledari kanë nevojë për ty dhe unë gjithashtu. Fjalia e fundit doli më intime se sa Ardiani e kishte planifikuar, por nuk u pendua. Ishte e vërteta. Edhe ai kishte nevojë për Besën, kishte nevojë për shpresën që ajo solli në atë shtëpi, kishte nevojë për mënyrën se si ajo e bënte të besonte se jeta ende mund të surprizonte pozitivisht. Besa pranoi dhe ndryshimi ishte i menjëhershëm. Me më shumë kohë dhe burime të dedikuara ekskluzivisht djemve, progresi i tyre u përshpejtua. Në pak javë, të dy arrinin të ecnin nëpër të gjithë shtëpinë, të ngjisnin dhe të zbrisnin shkallët, të luanin kapuçash në kopsht. Ushtrimet u bën më sfiduese, duke përfshirë aktivitete që kërkonin ekuilibër, koordinim dhe forcë. Ardiani ndihej sikur po shikonte fëmijët e tij të rilindnin. Ata qeshnin më shumë, flisnin më shumë, ëndërronin më lart. Filluan të bënin plane për të ardhmen, të pyesnin kur mund të shkonin në park, kur mund të luanin futboll me shokët e shkollës. Marrëdhënia midis Ardianit dhe Besës gjithashtu ndryshoi. Ata filluan të bisedonin më shumë, të ndanin përshtypje për progresin e djemve, të pinin kafe së bashku në fund të pasdites, ndërsa Besniku dhe Bledari bënin detyrat e shkollës. Ardiani zbuloi se Besa kishte një inteligjencë të rafinuar, një mënyrë të veçantë për të parë botën që e magjepste. Ajo fliste për librat që lexonte, për ëndrat që kishte, për dëshirën për të bërë një ditë fakultetin e fizioterapisë për të ndihmuar më shumë njerëz si Lira.
Kishte momente kur Ardiani e gjente veten duke e parë dhe duke ndjerë diçka që nuk e kishte ndjerë prej shumë kohësh. Nuk ishte vetëm mirënjohje, megjithse kishte shumë nga kjo. Ishte një tërheqje e heshtur, një interes që shkonte përtej profesionales, një dëshirë për ta njohur më mirë, për të qenë pjesë e jetës së saj në të njëjtën mënyrë që ajo ishte bërë pjesë e jetës së tij. Por Ardiani ishte i kujdesshëm. Besa punonte për të, varrej financiarisht prej tij, dhe ai nuk donte që ajo të ndihej e presionuar apo në siklet. Kështu që i ruante këto ndjenja për vete, duke u përpjekur të përqendrohej vetëm në mirëqenien e fëmijëve dhe në mirënjohjen që kishte gjetur dikë kaq të veçantë për t'u kujdesur për ta. Ishte një mëngjes të martë kur gjithçka ndryshoi përsëri. Ardiani ishte në zyrën që kishte improvizuar në shtëpi kur ra zilja e derës. Besa shkoi të hapte dhe u kthye disa minuta më vonë me një shprehje të çuditshme në fytyrë. Zoti Ardian, ka një zonjë në dhomën e ndenjes që dëshiron të flasë me ju dhe me mua. Tha se është për një propozim pune. Ardiani rudhi vetullat. Nuk priste askënd dhe nuk kishte ide se çfarë propozimi mund të ishte. Zbriti në dhomën e ndenjes dhe gjeti një grua elegante, rreth 50 vjeç, të veshur në mënyrë të patëmet, ulur në divan me një qëndrim që sugjeronte dikë të mësuar të merrte atë që donte. Zoti Ardian, kënaqësi që ju takoj. Emri im është Helena Gashi. Kam një djalë me një gjendje të ngjashme me atë të djemve tuaj. Kam dëgjuar për punën e jashtëzakonshme që zonjusha Besa po bën këtu dhe do të doja të bëja një propozim. Ardiani ul përballë saj, tashmë me një ndjenjë të pakëndshme në stomak. Çfarë lloj propozimi? Helena buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e llogaritur, pa ngrohtësi. Do të doja të punësoja Besën për t'u kujdesur ekskluzivisht për djalin tim. Mund t'i ofroj një rrogë 3 herë më të lartë se sa merr këtu, përveç sigurimit të plotë shëndetësor, mbulimit total për trajtimin e nënës dhe motrës së saj, dhe gjithashtu t'i financoj një fakultet privat që ajo të realizoj ëndrrën për t'u bërë fizioterapiste. Ardiani u ndje sikur mori një grusht në stomak. Shikoi Besën, e cila qëndronte pranë derës, e zbeth, me sytë të ngulur në dy sheme. Propozimi është joshës, apo jo, zonjush Besa? Vazhdoi Helena me zërin e ëmbëlsuar. Mund të ndihmonit djalin tim dhe gjithashtu të zgjidhni të gjitha problemet financiare të familjes suaj. Është një mundësi unike. Ardiani pa luftën e brendshme që shpalosej në fytyrën e Besës. Pa konfliktin midis dashurisë që kishte për besnikun dhe bledarin dhe nevojës së dëshpëruar për t'u kujdesur për familjen e saj. Pa peshën e përgjegjësisë që ajo mbante vetëm, presionin për të marrë një vendim që do të ndryshonte jetën e të gjithë atyre që donte. Unë duhet të mendohem, pëshpëriti Besa. Sigurisht, e dashur. Por mos u vono shumë. Djali im ka nevojë për kujdes urgjent dhe mundësi të tilla nuk shfaqen çdo ditë. Helena u ngrit, la një kartvizit me të dhënat e saj dhe u përshëndet me të njëjtën elegancë të llogaritur me të cilën kishte ardhur. Pasi ajo iku, Ardiani dhe Besa qëndruan në heshtje në dhomën e ndenjes. Apartamenti dukej se ishte kthyer në heshtjen e rënd të mëparshme, sikur e gjithë jeta që kishte lulëzuar aty në javët e fundit ishte në rrezik të zhdukej. Besa, më shiko mua, tha Ardiani, me zërin më të butë që mundi. Ajo ngriti syt dhe Ardiani pa se ishin plot me lodh. Nuk dua të largohem, zoti Ardian. Besniku dhe bledari janë bërë si fëmijët e mi. Por nëna ime ka nevojë për operacion dhe trajtimi i lirës nuk e di nëse do të arrijë t'i përballoj të gjitha vetëm. Ardiani u afrua pranë saj, me zemrën që i rrite shpejt nga një vendim që po merrte në atë moment. Po sikur të mos kishe nevojë të zgjidhje? Si kështu? Po sikur unë të ofroja gjithçka që ajo ofroi, por ti të qëndroje këtu, me ne? Besa e shikoi pa kuptuar. Zoti Ardian, po flisni seriozisht? Po flas shumë seriozisht. Sill nënën dhe motrën tënde të jetojnë këtu. Apartamenti është mjaftueshëm i madh. Unë financoj trajtimin e të dyjave, paguaj fakultetin që ti dëshiron të bësh dhe ti qëndron këtu, duke qenë pjesë e familjes sonë. Lotët që Besa po mbante më në fund i rëshitën në përfaqe. Pse do ta bënit këtë? Ardiani mori frym thellë, duke ndjerë se ishte gati të thoshte një të vërtetë që as nuk e dinte se po e ruante. Sepse ti nuk shpëtove vetëm fëmijët e mi, Besa. Ti më shpëtove edhe mua. Dhe sepse nuk e imagjinoj dot këtë shtëpi pa ty ishte hera e parë që Ardiani e pranonte, madje edhe para vetes, se sa e rëndësishme ishte bërë Besa.
Nuk ishte vetëm ajo që bënte për djemb. Ishte kush ishte ajo, mënyra se si prania e saj ndryshonte të gjithë energjinë e atij vendi, se si besimi dhe vendosmëria e saj kishin zgjuar tek ai një dëshirë për të jetuar që mendonte se e kishte humbur përgjithmonë. Besa qëndroi në heshtje për një moment të gjatë, lotët vazhdonin t'i rridhnin në përfaqe. Pranoi, pëshpëriti më në fund. Ardiani ndjeu një lehtësim kaq të madh sa për një moment mendoi se do t'i binte të fikët. Pa menduar, shtriu krahët dhe besa u afrua, duke e lejuar atë ta përqafonte. Ishte një përqafim i kujdesshëm, respektues, por plot me një mirënjohje dhe një afeksion që të dy e ndjen thellësisht. Kur u ndan, Ardiani pa në sytë e besës diçka që e bëri të besonte se ndoshta, vetëm ndoshta, edhe ajo ndjente për të diçka përtej mirënjohjes profesionale. Kishte një butësi aty, një lidhje që të dy po fillonin ta njihnin, por që ende ishin shumë të kujdesshëm për ta emërtuar. Atë natë, pasi besniku dhe bledari fjetën duke festuar lajmin se besa do të qëndronte përgjithmonë, Ardiani qëndroi në balkon duke parë qytetin e ndriçuar poshtë. Për herë të parë pas vitesh, ndjente shpresë. Jo vetëm për fëmijët, por për veten e tij, për mundësinë që jeta ende mund t'i ofronte më shumë se vetëm mbijetesë dhe punë. Besa u shfaq në balkon disa minuta më vonë, me 2 filxhan çaj. Mendova se ndoshta doje shoqëri. Ardiani pranoi çajin dhe qëndruan aty, në heshtje komode, duke vëzhguar dritat e qytetit. Faleminderit, tha Besa me zë të ulët. Faleminderit ty, u përgjigj Ardiani. Dhe të dy e dinin se po flisnin për shumë më tepër se vetëm marrëveshje praktike dhe mundësi profesionale. Po flisnin për një shans të dytë, për një mundësi lumturie që asnjëri prej tyre nuk besonte se ishte ende e mundur ta gjenin. Mbërritja e zonjës Marie dhe Lirës e transformoi apartamentin e Ardianit në diçka që ai kur nuk e kishte përjetuar, një shtëpi të vërtet plot zëra, të qeshura dhe jetë që pulsonte në çdo cep. Zonja Marie, në moshën 62 vjeçare, ishte një grua e vogël por me personalitet të theksuar. Kishte në duart e kallojzuara historinë e një jete të tërë të dedikuar kujdesit për njerëzit e tjerë, dhe në sy, një mençuri të heshtur që Ardiani filloi ta admironte që nga ditët e para të bashkëjetesës. Lira, nga ana tjetër, ishte një version më i ri i Besës, me të njëjtët sy të ëmbël, por një vendosmëri edhe më të egër, ndoshta e farkëtuar nga përvoja e të duhurit për të rifituar çdo lëvizje të trupit të saj. Ardiani kishte përgatitur dhomat në katin e sipërm, që më parë i përdorte si zyrë dhe depo, duke i transformuar në hapësira komode. U kujdes që çdo detaj të ishte menduar që ato të ndiheshin vërtet në shtëpi, jo si mysafire të përkohshme. Instaloi doreza mbështetëse në banjën e Lirës, bleu mobilje të reja, dekoroi me bimë që zonja Marie kishte përmendur se i pëlqenin. Besniku dhe bledari u mahnitën me ardhjen e të dyjave. Zonja Marie kishte një aftësi natyrale për të treguar histori që u atërhiqte vëmendjen djemve për orë të tëra. Ulej në koltukun e dhomës së ndenjes, me njërin nga binjakët në secilën anë dhe rrëfente aventura nga koha kur ishte e re, histori familjare, përralla që i shpikte në çast dhe që gjithmonë kishin funde të lumtura dhe mësime kurajoje. Lira u bë shpejt një lloj motre më të madhe për besnikun dhe bledarin. Në moshën 23 vjeçare, kishte një energji ngjitse dhe një mënyrë unike për t'i transformuar ushtrimet e fizioterapisë në lojra argëtuese. Ajo vetë bënte fizioterapi çdo ditë dhe Ardiani u impresionua kur pa se si ajo kishte zhvilluar një forcë dhe një fleksibilitet që sfidonin çdo prognozë mjekësore. Ajo ecën më mirë se unë, i komentoi Ardiani Besës një mëngjes, duke vëzhguar Lirën që ndihmonte djembt me një ushtrim ekuilibri. Ishte një luftë e gjatë, u përgjigj Besa. Por ajo kur nuk hoqi dorë. Dhe ta shohësh kështu më kujton çdo ditë pse ja vlen të këmbëngulësh, pse ja vlen të besosh. Progresi i besnikut dhe bledarit në këtë periudhë ishte i jashtëzakonshëm. Me Lirën si shembull të gjallë se te i kalimi ishte i mundur dhe me zonjën Marie gjithmonë aty për të festuar çdo arritje të vogël, djembt fituan një besim që Ardiani kur nuk e kishte parë tek ata. Tani arrinin të vraponin distanca të shkurtra, të ngjisnin dhe të zbrisnin shkallët pa asnjë mbështetje, të luanin futboll në kopsht. Ardiani bleu një pishin të vogël për zonën e jashtme dhe emocionoi duke i parë fëmijët të notonin dhe të luanin në ujë si çdo fëmijë i moshës së tyre. Mjekët që ndiqnin rastin mbetën gojhapur me progresin. Doktor Petriti, neurologu që i ndiqte që nga diagnoza fillestare, kërkoi të bënte analiza të reja sepse nuk arrinte të besonte atë që po shite. Zoti Ardian, duhet të jemi sinqert me ju.
Ajo që po ndodh me besnikun dhe bledarin shkon kundër gjithçkaje që dim për gjendjen e tyre. Nuk është thjesht një përmirësim. Është një transformim i plotë. Ardiani buzëqeshi duke parë Besën që ishte ulur pranë tij në konsult. Doktor, ndonjëherë mjekësia nuk arrin t'i shpjegojë të gjitha. Ndonjëherë na duhet diçka më shumë. Si për shembull, besim, dashuri dhe dikush që nuk e pranon fjalën e pamundur. Gjatë kësaj periudhe, Ardiani dhe Besa filluan të zhvillonin një intimitet që rritej natyrshëm, si një bim që gjen tokën e duhur dhe dritën e përshtatshme. Nuk kishte presion, nuk kishte nxitim. Ishte një zbulim i ndërsjell i bërë nga biseda në fund të ditës, nga shikime që zgjasnin pak më shumë se sa duhej, nga momente kur duart prekeshin rastësisht dhe asnjëri prej tyre nuk largohej menjëherë. Ardiani zbuloi se Besa kishte një sens humori të hollë që e bënte të qeshte në një mënyrë që nuk e kishte bërë prej vitesh. Ajo zbuloi se pas seriozitetit të biznesmenit, Ardiani ishte një burr i ndjeshëm, që dinte të dëgjonte, që kujdesej sinqerisht për njerëzit rreth tij. Filluan të dilnin së bashku për shëtitje të shkurtra në park pasi djemt flinin. Në këto raste, bisedonin për gjithçka, për ëndrat që kishin për të ardhmen, për plagët e së kaluarës që ende po shëroheshin, për mënyrën se si jeta i kishte surprizuar të dy në mënyra që kur nuk do t'i kishin imagjinuar. Ishte gjatë një prej këtyre shëtitjeve që Ardiani e kuptoi se po binte në dashuri. Nuk ishte vetëm mirënjohje apo afeksion. Ishte diçka më e thellë, më e vërtetë. Besa ishte bërë personi me të cilin donte të ndante gëzimet e vogla të ditës, frikërat dhe shpresat, heshtjet komode dhe të qeshurat spontane. Besa gjithashtu ndjente diçka të ngjashme që rritej brenda saj. Ardiani ishte bërë shumë më tepër se një punëdhënës i sjellshëm. Ishte burri që e bënte të ndjente se mund të ëndërronte për një të ardhme tjetër, që shihte tek ajo jo vetëm kujdestaren e fëmijëve të tij, por një grua të plotë, inteligjente, të aftë për t'u dashur për atë që ishte. Por të dy ishin të kujdesshëm. Dallimi social mes tyre ishte diçka që nuk mund të injorohej, veçanërisht kur filluan të dilnin së bashku në publik dhe Ardianit iu desh të përballej me shikimet dhe komentet e njerëzve të rrethit të tij shoqëror. Prova e parë e madhe për këtë erdhi kur Ardiani u ftua në një event bamirësie në ndihmë të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Ishte një kauz e afërt me zemrën e tij tani, dhe ai vendosi se donte të shkonte i shoqëruar nga Besa. Besa, do të doja që të vije me mua në eventin e fondacionit të premten e ardhshme. Ajo e shikoi e habitur. Zoti Ardian, nuk mendoj se është e përshtatshme. Pse nuk do të ishte e përshtatshme? Sepse unë nuk i përkas asaj bote. Njerëzit do të na shikojnë dhe do të na gjykojnë. Nuk dua që kjo t'ju shkaktoj probleme. Ardiani u afrua pranë saj, i mori duart në të tija. Besa, ti je personi që shpëtoi fëmijët e mi, që solli gëzim në këtë shtëpi, që më mësoi të besoj përsëri në mrekulli. Nëse njerëzit nuk arrin të shohin vlerën e jashtëzakonshme që ti ke, problemi është i tyre, jo i yni. Besa u dorëzua, por jo pa shqetësim. Bleu një fustan të thjeshtë por elegant, rregulloi flokët në mënyrë më të sofistikuar dhe u përgatit për një natë që e dinte se do të ishte sfiduese. Eventi ishte në një hotel luksos në qendër të Tiranës. Ardiani mbërriti me Besën krah për krah, duke e prezantuar para të gjithëve si fizioterapisten që po kujdesej për fëmijët. Ishte një mënyrë për ta mbrojtur, për t'i dhënë legjitimitet profesional pranisë së saj aty, por edhe një mënyrë për të shmangur shpjegime më komplekse për atë që po ndodhte vërtet mes tyre. Në fillim, gjithçka shkoi mirë. Ardiani bisedoi me të njohur të punës, Besa u tregua e artikuluar dhe e interesuar kur njerëzit e pyetën për punën me besnikun dhe bledarin. Ajo fitoi admirimin e shumë njerëzve duke treguar, në mënyrë të thjeshtë por emocionuese, për progresin e djemve. Ishte kur Ardiani takoi një grup të njohurish të vjetër që gjërat u komplikuan. Ardian. Çfarë surprize të shoh këtu? Komentoi Rolandi, një biznesmen me të cilin Ardiani kishte bërë biznes në të kaluarën. Dhe kush është kjo zonjush simpatike? Kjo është Besa, fizioterapistja e fëmijëve të mi. Ah, sa interesante. Dhe ajo është këtu në cilësinë profesionale apo? Pyeti Marina, gruaja e një biznesmeni tjetër, me një buzëqeshje që nuk e fshite ligësinë. Ajo është këtu sepse e ftova unë, u përgjigj Ardiani, duke ndjerë tensionin që rritej. Sa e lezetshme nga ana jote, Ardian, të kujdesesh kaq mirë për punonjësit. Disa punëdhënës vërtet përkushtohen për tej masës, apo jo?
komentoi një grua tjetër e grupit dhe të qeshurat e vogla që pasuan e bën të qartë se komenti kishte qëllime të dyta. Ardiani ndjeu trupin e Besës të tensionohej pranë tij. Pas skuqjen që i ngjitej në përqaf, mënyrën se si uli shikimin dhe bëri një hap pothuajse të padukshëm për t'u larguar. Besa nuk është thjesht një punonjëse, tha Ardiani me zërin më të fortë. Ajo është një person i jashtëzakonshëm që ka ndryshuar jetën e familjes sime. Ah, sigurisht, u përgjigj Rolandi me një ton që sugjeronte se nuk besonte asnjë fjalë nga shpjegimi. E po, shpresojmë që ajo të vazhdoj të bëjë një punë të mirë. Ardiani deshi të përgjigjej, deshi t'i vinte ata njerëz në vendin e tyre, por ndjeu Besën t'i tërhiqte lehtë krahun. A mund të shkoj në tualet? Pëshpëriti ajo. Ardiani e shoqëroi deri te korridori që çonte në tualete dhe pas se ajo ishte dukshëm e tronditur. Besa, mos u mërzit për ta. Janë njerëz të vegjël që nuk dinë se çfarë flasin. Ardian, e dija që kjo do të ndodhte. E dija që ata do të më shikonin dhe do të shihnin vetëm shërbëtoren që nuk e di vendin e saj. Kjo nuk është e vërtetë. Ti ke gjithë të drejtën të jesh këtu, me mua apo kudo tjetër. Besa tundi kokën, me lot që po i formoheshin në sy. Mendoj se duhet të ikim. Dhe mendoj se ndoshta është më mirë t'i mbajmë gjërat siç ishin më parë. Si kështu? Profesionale. Vetëm profesionale. Unë kujdesem për fëmijët tuaj, ju më paguani, dhe se cili qëndron në vendin e vet. Ardiani ndjeu botën t'i shembej rreth tij. Besa, nuk mund të jesh duke folur seriozisht. Po flas shumë seriozisht. Nuk dua të jem shkak sikleti për ju. Nuk dua që njerëzit t'ju shikojnë dhe të mendojnë se jeni përfshirë me shërbëtoren. Ju meritoni dikë që është në lartësinë e nivelit tuaj social. Ardiani u përpoq të argumentonte, u përpoq të shpjegonte se ata njerëz nuk kishin rëndësi, se ajo që ndjente për të ishte e vërtetë dhe e vlefshme, pavarësisht se çfarë mund të mendonin të tjerët. Por Besa ishte e vendosur. Ishte lënduar thellë nga poshtërimi i holl por mizor që kishte pësuar, dhe u mbyll në një armaturë mbrojtëse që Ardiani nuk arriti ta depërtonte atë natë. U kthyen në shtëpi në një heshtje të tensionuar. Ardiani e dinte se kishte humbur diçka të çmuar në ato pak orë dhe nuk dinte si ta rikuperonte. Në ditët që pasuan, Besa mbajti një distancë respektuese por të dhimbshme. Vazhdoi të ishte e përkushtuar ndaj djemve, vazhdoi të ishte e dashur me zonjën Marie dhe Liren, por me Ardianin u kufizua në përshëndetjet formale dhe informacionet e nevojshme për progresin e fëmijëve. Ardiani u përpoq të bisedonte me të disa herë, por Besa gjithmonë gjente një justifikim për t'u larguar. Po ndërtonte mure rreth zemrës, duke u mbrojtur nga një dhimbje që e dinte se do të ishte e pashmangshme nëse vazhdonte të ushqente shpresa të pamundura. Besniku dhe Bledari e kuptuan se diçka kishte ndryshuar. Djemt nuk e kuptonin saktësisht se çfarë po ndodhte, por e ndjenin trishtimin në ajër, mënyrën se si babai dhe Besa shmangnin të qëndronin në të njëjtin ambient në të njëjtën kohë, se si bisedat u bën më të shkurtra dhe formale. Babi, pse ti dhe Besa nuk flisni më? Pyeti besniku një natë në kohën e gjumit. Ardiani nuk diti çfarë të përgjigjej. Si ti shpjegoje një fëmijë 9 vjeçar se ndonjëherë dashuria nuk mjafton për të kapërcyer barrierat që bota vendos mes njerëzve? Ndonjëherë të rriturit kalojnë periudha të vështira, bir. Por mos u shqetëso, në rregull. Besniku nuk duke i bindur, por nuk këmbënguli. Megjithatë, Ardiani mund të shihte në sytë e djalit një shqetësim që nuk duhej të ekzistonte, një intuit fëmijërore se diçka e rëndësishme po humbiste. Zonja Marie, me mençurinë e saj të heshtur, vëzhgonte gjithçka pa bërë komente direkte. Por Ardiani vuri re se ajo kishte filluar ta shikonte me një shprehje që përziente mirëkuptim dhe zhgënjim, sikur e dinte saktësisht se çfarë po ndodhte dhe po priste që ai të merrte një iniciativë për të rregulluar situatën. Lira ishte më direkte. Një pasdite, kur Ardiani mbërriti në shtëpi më herët dhe gjeti vetëm atë dhe djemt në dhomën e ndenjes, ajo ju afrua me vendosmërinë karakteristike të familjes. Zoti Ardian, a mund të flas me ju privatisht? Ardiani pohoi me kokë dhe ata shkuan në balkon. E di që nuk është puna ime, por Besa po vuan. Dhe ju gjithashtu. Dhe besniku dhe Bledari po e ndjejnë të gjithë këtë. Ardiani pshërtiu duke kaluar dorën në përflok. Lira, situata është e komplikuar. Ka dallime mes nesh që ndoshta nuk mund të kapërcehen. E dini çfarë mësova pas aksidentit tim?
që jeta është shumë e shkurtër për të shpërdoruar gjërat e mira që na ofron. Motra ime gjeti dikë që e do për atë që është, jo për atë që ka apo nuk ka. Nëse ju e lini këtë të kaloj, do të pendoheni për gjithmonë. Ardiani qëndroi në heshtje, duke e ditur se Lira kishte të drejtë, por pa ditur si ta rregullonte atë që ishte thyer. Atë natë, Ardiani qëndroi zgjuar deri vonë, duke menduar për Besën, për fëmijët, për mënyrën se si gjithçka kishte ndryshuar kaq shpejt. Shikoi kopshtin ku gjithçka kishte filluar, ku kishte parë fëmijët në këmbë për herë të parë, ku kishte njohur gruan që i transformoi jetën në një mënyrë që kurrë nuk e kishte imagjinuar të mundur. Dhe ishte aty, në atë kopsht të heshtur në dritën e hënës, që Ardiani mori një vendim. Nuk do të hiqte dorë. Nuk do të lejonte që paragjykimi i njerëzve të tjerë të shkatëronte shansin e vetëm për lumturi të vërtetë që kishte gjetur në vite. Nesër, i premtoi vetes, nesër ai do të gjente një mënyrë për t'i treguar Besës se dashuria e tyre ishte më e madhe se çdo barrierë sociale, më e madhe se çdo gjykim i jashtëm. Nesër, ai do të luftonte për familjen që ishte formuar në atë shtëpi, për lumturinë që pothuajse e kishin humbur për shkak të frikës. Ardiani u zgjua të nesërmen në mëngjes me një vendosmëri që nuk e kishte ndjerë prej javësh. Kishte kaluar natën duke menduar se si ta abordonte Besën, se si t'i tregonte asaj se ajo që ndjenin për njëri tjetrin ishte më e rëndësishme se çdo opinion i jashtëm. Por kur zbriti në kuzhinë, gjeti vetëm zonjën Marie duke përgatitur mëngjesin. Mirë mëngjes, zonja Marie. Ku është Besa? Zonja Marie e shikoi me atë shprehje të mençur që gjithmonë e linte me ndjesinë se ajo dinte shumë më tepër se sa fliste. Ajo doli herët, birë. Tha se do të zgjidhte disa çështje personale dhe do të kthehej pas dite. Ardiani ndjeu një shtrëngim në stomak. Kishte diçka në tonin e zonjës Marie që e la të shqetësuar, sikur ajo të dinte diçka që ai nuk e dinte. A është mirë? Zonja Marie pshertiu, duke tharë duart në përparse. Ardian, a mund të thëras Ardian? Sigurisht, zonja Marie. Vajza ime po vuan, Ardian. Dhe ti gjithashtu. Dhe kjo po ndikon tek të gjithë në këtë shtëpi. Besniku dhe Bledari pyesin pse ju të dy nuk flisni më, Lira është e shqetësuar, dhe unë po shoh dy njerëz që duhen duke u larguar nga krenaria dhe frika e pastër. Ardiani u ul në tryezën e kuzhinës duke ndjer peshën e së vërtetës në fjalët e zonjës Marie. Dua ta zgjidh këtë, zonja Marie. Dua që gjërat të kthehen siç ishin. Jo, Ardian. Të mos kthehen siç ishin. Të jenë më mirë. Të jenë të vërteta. Nëse e do vajzën time, tregoja. Nëse dëshiron që ajo të jetë pjesë e jetës tënde, e jetës së fëmijëve të tu, atëherë lufto për këtë. Por lufto me të vërtetë, jo me gjysmë fjalë dhe gjeste të ndrojtura. Besniku dhe Bledari u shfaqen në kuzhinë në atë moment, ende me pijame, dhe Ardiani pa në fytyrat e djemve të njëjtin shqetësim që kishte vënë re ditët e fundit. Babi, a do të ikë Besa? Pyeti Bledari, i drejt për drejt siç ishte gjithmonë. Pyetja e goditi Ardianin si një grusht. Ai nuk e dinte se ankthi i djemve kishte arritur në këtë pikë. Pse mendoni se do të ikë? Sepse ju nuk flisni më, tha besniku. Dhe sepse ajo trishtohet kur mendon se ne nuk po e shohim. Ardiani u gjunjëzua në lartësinë e fëmijëve, duke kapur duart e të dyve. Ju e doni Besën? Ne e duam atë, babi, u përgjigj Bledari. Ajo nuk është vetëm fizioterapistja jon. Ajo është nga familja jon. Po sikur t'ju them se po mendoj t'i kërkoj të martohet me mua? Syt e të dy djemve u zgurdulluan në të njëjtën kohë. Seriozisht, babi? Pyeti besniku me një entuziazëm që Ardiani nuk e shite prej javësh. Seriozisht. Por së pari duhet të jemi sigurt se edhe ajo e dëshiron këtë. Dhe për këtë do të kem nevojë për ndihmën tuaj. Ardiani kaloi pjesën tjetër të mëngjesit duke përgatitur diçka të veçantë me ndihmën e besnikut, Bledarit, zonjës Marie dhe Lirës. Secili kontribuoi me një pjesë të planit duke e transformuar atë mëngjes në një komplot dashurie që përfshiu të gjithë familjen. Besa u kthye në mes të pasdites me një shprehje më të qetë se sa kishte treguar javët e fundit. Ardiani e kuptoi se ajo kishte marrë një lloj vendimi dhe kjo e bëri edhe më nervoz. Si e kalove ditën? Pyeti Ardiani duke u përpjekur të tingëllonte i rastësishëm. Ishte sqaruese, u përgjigj Besa dhe kishte diçka në tonin e saj që Ardiani nuk arriti ta deshifronte.
Besa, a mund të vish në kopsht? Djemt duan të tregojnë diçka. Besa e ndoqi Ardianin deri në kopsht, ku Besniku dhe Bledari po e prisnin. Por kishte diçka ndryshe në qëndrimin e djemve. Ata ishin më të drejtë, më të sigurt, me një shkëlqim në sy që Ardiani nuk e shite prej kohësh. Besa, tha Besniku, me solemnitet, ne vendosëm se duam të tregojmë diçka të veçantë. Çfarë është, shpirtrat e mi? Ne do të ecim 20 hapa, tha Bledari. 20 hapa rresht, pa ndaluar, pa u mbështetur në asgjë. Për ty Besa i shikoi djemt, pastaj Ardianin, pastaj përsëri ata. Djem, nuk keni nevojë të sforcoheni për të më bërë përshtypje. Ju jeni tashmë të përsosur ashtu siç jeni. Nuk është për të bërë përshtypje, shpjegoi Besniku. Është për të treguar se ti na mësove se ne mund të bëjmë çdo gjë kur kemi dikë që beson tek ne. Dhe tani ne duam që ti të besosh edhe tek vetja jote. Besa ndjeu sytë ti mbusheshin me lot, por nuk tha asgjë. Vetëm u ul në stolën e kopshtit dhe vëzhgoi. Besniku dhe Bledari u pozicionuan në fillim të kopshtit, krah për krah. Ardiani qëndroi në skajin tjetër, me krahët e hapur, duke numëruar hapat që ata do të duhej të bënin. Zonja Marie dhe Lira u shfaqën në dritare për të parë. Të shkojmë bashk? Pyeti Besniku vëllain. Të shkojmë bashk, u përgjigj Bledari. Dhe filluan të ecnin. Hapi i parë ishte hezitues, por i sigurt. I dyti, më i besueshëm. Në hapin e tretë, Besniku u pengua lehtë, por u rikuperua pa rënë. Në hapin e pestë, Bledari qeshi nga nervozizmi, por vazhdoi. Në hapin e 10, të dy shikuan Besën, e cila kishte duart që i mbulonin gojen duke qarë hapur. 15 hapa. 16. 17. Ardiani numëronte me zë të lartë, me zërin e mbytur nga emocioni. Zonja Marie dhe Lira duartrokitnin nga dritaret. Besa u ngrit nga stola, duke ecur pranë djemve, duke inkurajuar çdo lëvizje. 18. 19. Në hapin e 20, Besniku dhe Bledari arritën te Ardiani, i cili i përfshiu në një përqafim të ngushtë. Të tre qëndruan aty, të përqafuar, duke qarë dhe duke qeshur në të njëjtën kohë. Besa u afrua ngadalë dhe kur ishte mjaftueshëm afër, Ardiani e tërhoqi në përqafim. Të katërt qëndruan aty, në mes të kopshtit, në një bashkësi afeksioni që dukej e shenjtë. Ja dolët, pëshpëriti Besa. Ju me të vërtet ja dolët. Ja dolëm sepse ti besove tek ne kur askush tjetër nuk besonte, tha Besniku. Dhe tani ne besojmë tek ti, shtoi Bledari. Ardiani u largua pak nga përqafimi dhe e shikoi Besën në sy. Besa, duhet të them diçka. Ajo e shikoi, ende me lot në sy, por me një vëmendje të plotë. Unë gabova. Gabova kur lash që opinionet e atyre njerëzve të kishin më shumë rëndësi se ndjenjat tona. Gabova kur nuk luftova për ty po atë natë. Gabova kur pranova që ti të largoheshe nga unë pa bërë gjithçka që ishte në fuqinë time për të treguar se sa shumë do të thotë për mua. Ardian, filloi Besa, por ai i kërkoi heshtje me një gest delikat. Më lër të mbaroj. Ti nuk shpëtove vetëm fëmijët e mi, Besa. Ti më shpëtove mua. Më ktheve aftësinë për të ndjerë shpresë, për të besuar se jeta ende mund të surprizonte pozitivisht, për të dashuruar përsëri. Dhe nuk më intereson se çfarë mendojnë njerëzit për ne, për dallimet tona sociale, për çdo gjë. Më intereson vetëm se çfarë mendojmë ne, se çfarë ndjejmë për njëri tjetrin. Besa po qante në heshtje, por nuk u përpoq ta ndërpriste. Të dua, Besa. Të dua në një mënyrë që nuk e dija se isha ende i aftë të doja. Dhe dua që ti të jesh pjesë e jetës sime, e jetës së fëmijëve të mi, për gjithmonë. Jo si shërbëtore, jo si punonise, por si partnere, si e barabartë, si gruaja që plotson familjen tonë. Ardiani u gjunjëzua në kopsht, pikërisht në vendin ku kishte parë fëmijët në këmbë për herë të parë, ku gjithçka kishte filluar. Besa, a martohesh me mua? Heshtja që pasoi zgjati vetëm disa sekonda, por për Ardianin u duk si një përjetësi. Besniku dhe Bledari mbanin frymën. Zonja Marie dhe Lira vazhdonin të shikonin nga dritaret. Ardian, tha Besa, me zërin e ulët por të fortë, edhe unë të dua. Të dua që kur vendose të rije në shtëpi atë mëngjes të parë dhe të merrje pjesë në ushtrimet e djemve.
Të dua për mënyrën se si i shikon fëmijët e tu, për mënyrën se si më trajton, për mënyrën se si hape shtëpinë dhe zemrën tënde për familjen time. Ardiani ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Por kam frikë, Ardian. Frikë se nuk do të jem e mjaftueshme për botën tënde, frikë se një ditë do të lodhesh duke shpjeguar se kush jam unë, frikë se. Ardiani u ngrit dhe i mori duart në të tia. Besa, ti je më se e mjaftueshme. Ti je e jashtëzakonshme. Dhe nëse ka njerëz në botën time që nuk arrin ta shohin këtë, atëherë ata nuk meritojnë të jenë pjesë e jetës sonë. Ne do të krijojmë botën tonë, ku ajo që ka rëndësi është dashuria, respekti, besnikëria. Një botë ku besniku dhe bledari mund të rriten duke parë se dallimet mes njerëzve janë vetëm detaje sipërfaqësore, se ajo që ka vërtet rëndësi është karakteri, mirësia, aftësia për të dashur dhe për t'u dashur. Besa shikoi besnikun dhe bledarin, të cilët po prisnin përgjigjen e saj me ankth të dukshëm. Ju vërtet doni që unë të martohem me baban tuaj? Ne duam që ti të jesh nëna jon përgjithmonë, tha besniku. Përgjithmonë, shtoi bledari. Besa buzëqeshi përmes lotëve. Atëherë pranoi. Kopshti shpërtheu në festime. Besniku dhe bledari bërtitën nga gëzimi, zonja Marie dhe Lira duartrokitën nga dritaret dhe Ardiani e puthi Besën për herë të parë, aty në kopshtin ku jetët e tyre ishin ndërthurur në mënyrë të mrekullueshme. Muajt që pasuan ishin të përgatitjes dhe festimit. Ardiani u kujdes që dasma të ishte një festë që përfaqësonte bashkimin e dy familjeve, të dy historive që u takuan dhe u plotësuan në mënyrë të përsosur. Besa filloi fakultetin e fizioterapisë duke realizuar ëndrrën që e kishte ruajtur për vite. Ardiani rregulloi edhe më tej rutinën e tij të punës për të ndjekur studimet e saj, progresin e djemve, nevojat e zonjës Marie dhe Lirës. Besniku dhe bledari vazhduan t'i surprizonin mjekët me progresin. Tashmë arrinin të vraponin, të luanin futboll, të notonin, të bënin pothuajse të gjitha aktivitetet që çdo fëmijë i moshës së tyre bënte. Më e rëndësishmja, ishin djemë të lumtur, të sigurt, që e dinin se ishin të dashur pa kushte. Ceremonia e dasmës ishte intime, e mbajtur në kopshtin e apartamentit, me praninë vetëm të njerëzve që kishin vërtet rëndësi. Zonja Marie qau gjatë gjithë ceremonisë, Lira ishte shoqëruesja e nuses, dhe besniku dhe bledari ishin mbajtësit e unazave. Ardiani mbajti një fjalim emocionues, duke folur se si Besa u kishte mësuar të gjithëve se mrekullit ekzistojnë, por nuk vijnë nga qielli të gatshme dhe të përfunduara. Vijnë përmes duarve të njerëzve që përkushtohen, që besojnë, që duan pa kursyer përpjekje. Besa, nga ana e saj, foli se si Ardiani dhe djemt i kishin treguar se merita nuk ka të bëjë me origjinën sociale apo statusin financiar, por me aftësinë për të dashur dhe për t'u dashur, për të ndërtuar një familje të bazuar në afeksion dhe respekt të ndërsjellë. 6 muaj pas dasmës, Ardiani po punonte në zyrën e shtëpisë kur dëgjoi të qeshura që vinin nga kopshti. Shikoi nga dritarja dhe pa një skenë që e bëri të buzëqeshte. Besniku, bledari, Besa dhe Lira luanin kapuçash, duke vrapuar nga njëra anë në tjetrën, duke u penguar në bar, duke u ngritur dhe duke vazhduar të vraponin. Zonja Marie ishte ulur në hije, duke thurur dhe duke buzëqeshur për skenën. Ishte një familje. Jo familja që Ardiani kishte planifikuar të kishte një ditë, jo familja që përshtatej me standardet tradicionale, por një familje e vërtet, e ndërtuar me dashuri, për kushtim dhe besimin e palëkundur se njerëzit mund të kapërcejnë çdo pengesë kur kanë mbështetje, dashuri dhe besim. Ardiani zbriti në kopsh dhe ju bashkua lojës. Besa vrapoi drejt tij dhe ai e kapi në krah, duke u rrotulluar me të në ajër derisa të dy u trullosën dhe ranë në bar, duke qeshur. Besniku dhe bledari u hodhën mbi të dy, duke krijuar një pirg njerëzor plot të qeshura. Lira u afrua, zonja Marie la thurjen për të marrë pjesë gjithashtu, dhe aty, në kopshtin ku gjithçka kishte filluar, Ardiani shikoi përreth dhe ndjeu një mirënjohje të thellë për mënyrën se si jeta i kishte surprizuar të gjithë ata. Natën, kur fëmijët ishin në gjumë dhe shtëpia ishte kthyer në heshtjen e qetë, Ardiani dhe Besa qëndruan në balkon, duke vëzhguar yjet. A pendohesh për ndonjë gjë? Pyeti Ardiani. Për asgjë, u përgjigj Besa, duke u strukur në gjoksin e tij. Po ti? Vetëm që u vonova kaq shumë për të kuptuar se lumturia ishte pikërisht aty, në majë të gishtave të mi. Ata qëndruan aty në heshtje, secili i humbur në mendimet e veta, por të bashkuar nga siguria se kishin gjetur diçka të rrallë dhe të çmuar, një familje të formuar jo nga lidhjet e gjakut, por nga lidhjet e zemrës.
besniku dhe bledari u rritën të fortë dhe të shëndetshëm, gjithmonë duke kujtuar se ishin dashur nga dy nëna, njëra që i kishte sjellë në botë dhe i donte nga qielli, dhe tjetra që i kishte mësuar të ecnin dhe do të qëndronte pranë tyre në tokë. Besa u diplomua si fizioterapiste dhe hapi një klinikë të specializuar në rehabilitimin e fëmijëve, duke ndihmuar shumë familje të tjera të zbulonin se mrekullitë janë të mundshme kur ka përkushtim, dashuri dhe besim. Ardiani mësoi se suksesi nuk matet vetëm me arritje profesionale, por me aftësinë për të qenë i pranishëm për njerëzit që duam. Zonja Marie vazhdoi të ishte mençuria e heshtur e familjes, gjithmonë e gatshme me një këshill ose një përqafim kur ishte e nevojshme. Lira u bë gjithashtu fizioterapiste, duke punuar pranë besës dhe duke qenë një shembull i gjallë se kufizimet ekzistojnë vetëm në mendjen tonë. Dhe në atë apartament në Tiranë, që kishte filluar si një shtëpi e heshtur dhe e trishtuar, tani jetonte një familje që e dinte se mrekullitë e vërteta nuk shfaqen me drita qiellore apo njoftime madhështore. Ato vijnë në format më të thjeshta, përmes dikujt që gjunizohet në kopsht, shtrin krahët dhe përshpërit fjalë inkurajimi për atë që ka nevojë të besojë se është e mundur. Ndonjëherë, mrekullitë veshin përparse, kanë duar të kallojzuara dhe zemra të mëdha. Ndonjëherë, ato vijnë kur më pak i presim dhe transformojnë jo vetëm atë që po ndihmohet, por edhe atë që po ndihmon. Dhe ndonjëherë, kur kemi shumë fat në jetë, këto mrekulli vendosin të qëndrojnë përgjithmonë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që udhëtimi i Ardianit, besës, besnikut dhe bledarit t'ju ketë prekur thellësisht zemrat, ashtu siç preku tona. Kjo histori na kujton se dashuria e vërtet nuk njeh bariera sociale, se besimi mund të lëvizë malet kur zbatohet me përkushtim, dhe se familjet më të bukura janë ato të ndërtuara me afeksion të vërtet, pavarësisht lidhjeve të gjakut. Nëse jeni emocionuar me këtë rrëfim të kalimi dhe dashurie, mos harroni të lini pëlqimin tuaj, të abonoheni në kanalin ton dhe të ndani në komente se cili moment ju preku më shumë. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë forcën e jashtëzakonshme të zemrës njerëzore dhe aftësinë që kemi të gjithë për të transformuar jetët tona përmes dashurisë dhe këmbënguljes. Vazhdoni të na ndiqni, sepse gjithmonë ka një histori të re që pret t'ju emocionoj, t'ju frymëzoj dhe t'ju kujtoj se mrekullitë ndodhin çdo ditë, në format më të thjeshta dhe më të bukura. Deri në episodin tjetër, dhe urojmë që jetët tuaja të jenë gjithmonë të mbushura me dashuri, shpresë dhe mrekulli të vogla të përditshme.